Kapitulli 13. Në kishën e Antiokis kishte profetë mësues, Barnaba, Simeoni që quhej Niger, Luci nga Kirena, Manaeni, shok fëmijërie i Herod Tetrarkut dhe Sauli. Ndërsa po adhuronin Zotin e po agjeronin, Shpirti i Shenjtë tha: Mi ndani më njanë Barnabën e Saulin, për veprën për të cilën i kam thirrur. Pastaj pasi agjeruan dhe u lutën, vënë duart mbi ta dhe i nisën. Barnaba e Sauli, të dërguar nga Shpirti i Shenjtë, shkuan në Seleuki dhe prej aty lundruan për në Qipro. Kur arritën në Salamin, e shpallën fjalën e Perëndisë nëpër sinagogat e judenjve. Kishin edhe Gjonin që i ndihmonte. Pasi përshkuan tërë ishullin deri në Pafo, takuan një far magjistari, një profet të rrem jude me emrin Barjezu. Ai ishte miki i prokonsul Sergj Palit, një njeri mençur, që i thirri Barnabën e Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë. Por magjistari Elima, se kështu përkthehet emri i tij, ju kundërbua atyre dhe u mundua ta largonte prokonsullin nga besimi. Por Sauli, që quhej edhe Pal, i mbushur me Shpirtin e Shenjtë, i anguli syt dhe i tha: Ti, biri djallit, armik i çdo drejtësie, plot me mashtrime dinakri, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i udhëve të drejta të Zotit? Por ja, dora e Zotit është kundër teje. Do të verbohesh e nuk do ta shohësh diellin për një farë kohe. Atë e rrethuan më njëherë mjegulla e errësira dhe filloi të sillej rreth e për qark, duke kërkuar dikë që ta mbante për dorë. Kur prokonsulli pa se çfarë kishte ndodhur, besoi dhe mbeti i habitur me mësimin e Zotit. Ata që ishin me Palin lundruan nga Pafosi dhe arritën në Pergë të Pamfilis, ndërsa Gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata nga Perga vazhduan rrugën e shkuan në Antioki të Pisidis. Një të shtunë hynë në sinagogë e ulën. Pas leximit të ligjit të Mojsiut e të profetëve, krerët e sinagogës dërguan dikë që të thoshte: Vëllezër, nëse keni ndonjë fjalë për të këshilluar popullin, thojeni. Atëherë Pali u ngrit, bëri shenjë me dorë e tha: Burra izraelit e ju që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i popullit të Izraelit zgjodhi etri tanë dhe e bëri të madh popullin ton kur ishte në Egjipt. Ai nxori qandej me krahun e tij të fuqishëm dhe i duroi për rreth 40 vjet në shkëtëtir. Pasi shkatroi 7 popull në tokën e Kanaanit, u dha atyre tokën si trashëgimi për rreth 450 vjet. Pastaj u dha gjykatës deri në kohën e profetit Samuel. Pastaj ata kërkuan të kishin një mbret, dhe Perëndia u dha Saulin, birin e Kishit, burr nga fisi i Benjaminit, që mbretroi për 40 vjet. Pasi e hoqi atë, u dha për mbret Davidin, për të cilin dëshmoi: Gjeta Davidin, birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime. Ai do t'i plotësoj tërë dëshirat e mia. Perëndia, sikurse kishte premtuar, i solli Izraelit nga pasardhësit e këtij njeriu një shpëtimtar, Jezuin. Përpara se të vinte Jezui, Gjoni i kishte predikuar gjithë popullit të Izraelit të pendohej e të pagëzohej. Kur ishte në fund të shtektimit të tij, Gjoni tha: Kush mendoni se jam unë? Unë nuk jam ai që prisni, por ai po vjen pas meje, dhe unë nuk jam i denj astja zgjidh sandalet. Vëllezër, pasardhës të Abrahamit, e ju të tjerë që druani Perëndin, lajmi i këtij shpëtimi na është dërguar neve. Banorët e Jeruzalemit e krerët e tyre nuk e njohën Jezuin, dhe as nuk i kuptuan fjalët e profetëve që lexohen çdo të shtunë. Ata i përmbushën fjalët e kësaj profecie duke e dënuar atë. Edhe pse nuk gjetën shkak për ta dënuar me vdekje, i kërkuan Pilatit ta vriste. Pasi përmbushën gjithçka që ishte shkruar për të, e zbritën nga druri i kryqit dhe e vunë në varr. Por Perëndia e ngjalli prej të vdekurve. E për shumë ditë Jezui u shfaqi atyre që shkuan me të nga Galileja në Jeruzalem. Tani ata janë dëshmitarët e tij para popullit.
Ne po ju shpallim ungjillin, lajmin e mirë, se atë që u kishte premtuar etërve tanë, Perëndia e përmbushi për ne që jemi bijtë e tyre me ngjalljen e Jezuit. Edhe në psalmin e 2 shkruhet: Ti je biri im, të kam lindur sot. Perëndia e ngjalli prej të vdekurve që ai të mos kthehej më në kalbje, dhe për këtë ka thënë: Unë do t'ju jap juve premtimet e shenjta që i dhash Davidit. Prandaj, në një psalm tjetër ka thënë: Nuk do të lejosh që i shenjtë yt të shohë kalbjen. Davidi në kohën e tij i shërbeu planit të Perëndisë dhe vdiqja u varros pranë etërve të vet dhe u kalb. Por ai të cilin Perëndia i ngjalli nuk u kalb. Prandaj, dijeni mirë o vëllezër, se përmes këtij njeriu juve ju shpallet falje e të gjitha mëkateve, prej të cilave nuk mund të bëhesh i të drejtë sipas ligjit Mojsiut. Përmes Jezuit bëhen të drejtë të gjithë ata që besojnë. Ruhuni pra, që të mos ju ndodh juve ajo që thanë profetët: Shikoni o përbuzës, mrekullohuni e zhdukuni, sepse unë do të bëj një vepër të tillë në ditët tuaja, vepër që nuk do ta besonit kurrë, edhe po t'ua thoshte dikush. Kur Pali e Barnaba po dilnin, populli ju lut që t'u flisnin përsëri për këto gjëra të shtunën tjetër. Kur u shpërndan prej sinagogës, shumë nga judenjtë dhe nga ata që ishin kthyer në besimin e judenjve shkuan pas Palit e Barnabës, të cilët u folën e i porositën që të vazhdonin të qëndronin të fortë në hirin e Perëndisë. Të shtunën tjetër u mblodh gati tërë qyteti për të dëgjuar fjalën e Zotit. Por kur judenjtë i pan turmat, u mbushën me smir dhe duke thënë fjalë pyese kundërshtonin ato që thoshte Pali. Atëherë Pali e Barnaba folën me gëzim. Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t'ju shpallej juve më parë. Me që ju po idhni poshtë atë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e mshuar, tani ne do të drejtohemi kombeve pagane. Në të vërtetë Zoti na ka urdhëruar kështu: Të kam caktuar të jesh dritë për kombet, që të qosh shpëtimin deri në skajet e dheut. Kur e dëgjuan këtë, paganët u gëzuan dhe përlëvduan fjalën e Zotit. Ata që ishin caktuar për jetën e amshuar, besuan në Jezuin. Kështu fjala e Zotit përhapej në mbara të krahinë. Por judenjtë nxitën gratë e shoqërisë së lartë, që ishin të përkushtuar ndaj Perëndisë, si dhe parinë e qytetit, dhe kurdisën një përndjekje kundër Palit e Barnabës e i dëbuan nga krahina e tyre. Atëherë, ata shkundën pluhurin nga këmbët si shenjë kundër tyre dhe shkuan në ikon. Dishepët ishin të mbushur plot me gëzim e me shpirtin e shenjtë.